A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shane falendrojm, salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamat e pranishëm, zakonisht kur Allahu xhalla shanehu ja mundson njeriu të bën vepra të mira, e falendron Allahun. E kur njeriu bën gabime, bën istighfar, kërkon falje te Allahu xhalla shanehu. Por pyetja është, a mundet njeriu edhe kur të bën vepra të mira me kërku prej Allahut istighfar? Po. Ne kryesos me namazin, se cili thojmë astaghfirullah, 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 po. A kemi bo gabim namaz? Kemi bo sevap, kemi bo një gjë që është e mirë. Po kërkon falje për shkak ka mundësi mrejnë namazit me pas do një gabim, edhe në fund Allahu Gjellëshani i kërkon një istighfar. E Allahu Gjellëshani neve na të regon në Kur'an të surat, njën nga surat e 10 që të funit e Ramazanit, 10 që të funit e Koranit, na të regon një surat ku na të regon se si duhet njeriu kur Allahu ja mundson të bën vepra të mira, të kërkon për Allahut istighfar. Cila është ajo sura? Cila është ajo sura ku Allahu neve na jep shembuj se mas punës të mirë duhet me ditë idha jaa nasrullahi wal fath. Idha jaa nasrullahi wal fath, kjo suratul fath, surja e çlirimit, surja e ngadhnimit që Allahu Gjellëshani të regon për nga mirit alayhi salatu wassalam, se o Muhammed, ku të vjen çlirimi, ku të vjen ndihma Allahu Gjellëshani dhe çlirimi i Mekës, kur ka ndodhur çlirimi i Mekës? Vitin e 8 të hijretit. Vitin e 6 për nga mirë alayhi salatu wassalam shkon për me hien Qabe. Mas 6 vite kur ata e përzojnë, e dëbojnë nga Mekja, shkon Medine, mas 6 vite pejgamberi alayhis salam don me hin Mekë, me bo umrën, ata nuk e lojnë, e bëjnë një marrëveshje, e pastaj pejgamberi sa kthehet në Medine, pastaj mobilizohet e vitin e 8 të hijretit me 10.000 sahabe shkon edhe çliron Mekën. Mos i bëhet shtet. Shkon dhe çliron Mekën, e kur shkon me çliru Mekën, i fal 2 rekate, edhe tash njerëzit presin se çka do të bën pejgamberi alayhis salam. Me ata kurejshit të cilët ata e përzonën, e dëbun, e largun nga vendlindja, e tash pejgamberi alayhis salatu wasallam Allah ja mundsoi ta çliron Mekën mas 8 viteve. E kur shkon ata thonë tash jemi në dorët e tuja, çka dush bën? Atë pejgamberi alayhis salatu wasallam se i thanë ti e fisnik edhe djali i fisnikit, që ja konë një kabile e njohën në Mekë, Kurejshit, Benu Hashim, e thot ti nuk ka mundësi me na bo keq, sepse je ti e vladi jonë, ama para kësaj, kër e ponë më tutën, kër e ponë më se ka në sahabët, në tonë me shpata ndorë, atëherë e thanë ti e fisniki, ti e njërion, ti e nipion, ti e vladi jonë. A para asaj ata e përzonën, ato thanë që kush guxon apo kush e zë pejgamberin asem gjallë, edhe e miti ka 100 deve kur e përzonën nga Mekja, kur boni hijret. E pastaj pejgamberi alisam kur e çliroi Mekën, shkoi me 10.000 sahabe. E çliroi Mekën, edhe tha jojni të falt. E kemi pa me Jusufin alisam dje historia e Jusufit që u lexu. Edhe Jusufin alisam vëllezërit e morën në gjutën bunar, e pas i ban e maltretun, i ban zullum. E kur bo Jusufi alayhis salam si përgjegjës atje në Egjipt, atëherë kur erdhën me kërku falje, Jusufi alayhis salam ju tha, la tathriba aleikum al-yawm. Nuk ka, unë në të njëjni të falt, shkoni se Allah i va ka fal. Nuk ka dënim për ju. Edhe Jusufi alayhis salam i lishon të lirë vëllezërit e vet. Edhe pejgamberi alayhis salam tha, jojni të lirë, tha, hesni tha se Allahu Gjellëshani va ka fal. I çliroi, i liroi ata njerëz, edhe nuk i dënoi. Pastaj u kthi pejgamberi alayhis salam në Medine, vitin e 10 të hijretit, shkoi e boni haxhin, e Allahu Gjellëshani e zbriti këtë sure komplet.
idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu xhalla shanu mas kësaj surës thuhet rivajetet 80 ditë, pastaj vdes pejgamberi sa thuhet 50 ditë, vdes pejgamberi sa thuhet shumë shkurt, do thon mas i ka zbrit edhe mas i ka bëu haxhin kur kthehet në Medinë pas disa muajve dhe e jep emanetin pejgamberit alayhi salatu wasallam. E Allahu xhalla shanu i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur të vjen ndihma e Allahut edhe fitoria e madhe, çlirimi i Mekës, që ka ndodhur vitin e 8. E kjo sure ka zbrit në vitin e 10, do të thonë disa muaj para vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasallam. E tash njeriu kur Allahu xhaleshane shikoni, kur Allahu ja mundson njeriu të bën vepra të mira, kur Allahu xhaleshane e ndihmon njeriu ta dinë se është një privilegj që Allahu të ndihmon kundra zullumit, kundra padrejtësisë. Allahu xhaleshane ndihmoi pejgamberin për ta çliruar, do të thonë një vend ku ata ishin idhujtar. Edhe pastaj Allahu xhaleshani i tha: "Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja", dhe ti o Muhammed kemi pa njerëzit duke hyrë në Islam tufe, grupe. E kur ka ndodhur kjo? Vitin e 9 të Hijretit. Thuhet viti 9 të Hijretit në Klapa ka qenë viti delegacioneve. Pasi e çliroi pejgamberi sa Mekën vitin e 8, vishin fise arab vitin e 9 në Medinë duke e pranuar. Deri në atë vit ata nuk e pranuan Islamin, e dini pse? Se thanë se pasi ata banorët, familja vet nuk e pranon këtë Muhammedin si pejgamber, e pse ne me e pranu si pejgamber? E kur e çliruan ata, kur e pranuan ata se është pejgamberi i Allahut, atëherë vitin e 9 erdhën fisa arabe ka Jemeni edhe ndjarën shmajt vishin edhe e pranojshin Islamin për shkak se e çliroi vend të lindjen e vet. E çliroi Mekën. Atëherë Allahu xhaleshanu o ju fëmijë. Atëherë Allahu xhaleshanu i thot pejgamberit sa "ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا", e tash ti shiko, ta kemi dhënë ndihmën, ta kemi dhënë fitorën, erdhën njerëzit tufe me pranu Islamin. E çka duhet me bëu tash? Hajde. Fasabbih, madhoj Allahun duke falendruar Allahun. Fasabbih bihamdi, falendroj Allahun. Bihamdi rabbika wastaghfir, dhe kërko falje të Allahu xhaleshano, innehu kana tawwaba, me të vërtet Allahu xhaleshano është pranues i faljeve të shumta. Allah pranon gabimet e njerëzve. E tash Allahu xhaleshano thot pejgamberit asem fastaghfir, ban istighfar, kërko falje të Allahut. A thu se pejgamberi alayhis salam ka bu gjunahe? Pyetja vjen tash para shot. A thu pejgamberi alayhis salam ka bu gjunahe? A thu në namaz bëjmë gjunahe? Jo, njeriu namaz është më afër Zotit. Por Allahu xhaleshanu po don pejgamberit alayhis salam me këtë sure me na kallëzuar dhe neve. O ju njerëz, kur ti i ke bën çështë, i ke plotësuar çështët e dunjos, kur Allah ta ka mundsu me bën një punë të mirë, Allah ta ka mundsu këtë Ramazan ta kalojmë si duhet. Allah ta ka mundsu me i kalu këto netët si duhet. Allah ta ka mundsu edhe fundin e Ramazanit, e tash çka dush me bën? Dush me madhru Allah. Jo me thonë, onë mas kësaj ka me shku, ka me pushu, ka me flet. Jo, mas punës mirë, ulema thonë dush me bë edhe një punë të mirë. Nëse e ban edhe një punë të mirë, atëherë është argument që Allah ta ka pranu punën e parë, të mirën që e ke bo. Nëse e ban punën e tretë mirë, kjo është argument që Allah ta ka pranu punën e dytë. Ama nëse ti e stopirat vetën tonë dhe me këtë Ramazan edhe pas kësaj nuk ban asnjë vepër, asnjë punë të mirë, atëherë kjo është pak pikpyetje, atu vallë neve Allah na ka pranu. E Allahu i thotë pejgamberit asam, tash ty ti na dhon këtë mirat, tash te kur vjen ka pleçnia, çu falendroj Allahun xhaleshan. Çu ban dhikr, madhrej Allahun xhaleshan.
E kjo është, mas i ka ardhur kjo sure, në thonë është një argument se i ka ardhur edhe vdekja pejgamberit alayhi salatu wasallam. Omer radiallahu anhu i mbledh ata luftarët e Bedrit, edhe me veti e merr edhe Abdullah ibn Mesudin, Abdullah ibn Abbasin. E merr me veti, edhe i thonë ka qenë i vogël. I thonë pse po e merr këtë djalosh, shikon në ato luftarët në Bedër, këtë e merr këtë të voglën me veti, ka shkon, edhe ne kena fëmijë. Thot po, thot pritni. Thot, çka e ka qëllimin Allahu me këtë sure kur ja ka zbrit pejgamberit alayhis salam. Idha jaa nasrullahi al-fath. Po si cili e komenton thot, Allahu ka dash neve me na kallzu se mas punës mirë, në të madhrej Allahun, banë të tesbih Zotin, falendër Allahun. Thot jo, nuk e ka këtë qëllim. I thot Abdullah ibn Abbasit, hajde thuj kallzohu këtyve se çfarë qëllimi, pse ka ardhur kjo sure? Abdullah ibn Abbas thot ka ardhur kjo sure me i kallzu pejgamberit alayhis salam, tash ty e kisos misionin tan, edhe tash prit e vdekjen. Prit e vdekjen. E tash para se me vdek, ti shpesh thon te Aisha radhiyallahu anha hadithe, thot Aisha radhiyallahu anha hadithe, para vdekjes pejgamberi alayhis salam çdo herë namaz e shpeshtonte duke thon Subhanallah al-Azim, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, Astaghfirullah. E shtonte istighfarin, sepse ishte ka momenti i vdekjes. Edhe njeriu kur ta afrohet momentin e vdekjes, kur Allah ja mundson me bë këtë mirat, duhet me shtu istighfarin, e jo me ndal istighfarin. Jo me thonë që unë tash e bon në Ramazanin, i fala taravit, edhe tash ka me shku edhe më qaq ma Allah i gjeleshon, se Allah nuk është vetëm i Ramazanit, Allah është edhe i muajit Sheval, edhe muajit Dhul-Qada, Dhul-Hijja. E kështu që kjo është një argument që Allah ku ta mundson ty me bo diçka, falendrej Allahun, madhrej Allahun, edhe kërko prej Allahut istighfar. Kjo pyetja është mas punës mirë, duhet me kërku Allahut istighfar. Wa akhi dawana alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.